Një person humbi jetën dhe 2 të tjerë mbetën të plagosur pas përplasjes së 2 automjeteve në superstradën Lezhë-Shkodër. Aksidenti ndodhi rreth orës 4:30 të mëngjesit të së mërkurës në afërsi të fshatit Gocaj, ku sipas policisë, një automjet tip kamion me drejtues shtetasin malazez Adnan Muqić, 52 vjeç, është përplasur me një autovetur që drejtoi nga shtetasi kosovar Kadir Beluli, 56 vjeç. Si pasojë e aksidentit, drejtuesi i autoveturës Kadir Beluli humbi jetën në vendngjarje, ndërkohë motra e tij Fatmire Bytyçit, 60 vjeçe, dhe djali i tij Florilind Beluli, 25 vjeç, mbetën të plagosur dhe u transportuan në spitalin e traumës, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore. Fatmirësisht ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia, e cila mbërriti menjëherë në vendngjarje, shoqëroi në komisariat drejtuesin e kamionit Adnan Muqić, ndërsa vjojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të këtij aksidenti. Nga të dhënat paraprake, dyshohet se drejtuesi i autoveturës mund të ketë qenë i përgjumur, duke humbur kontrollin e mjetit dhe duke përplasur me kamionin e tonazhit të rënd.